Ja, kështu, ne jemi rikthyer në studio përsëri, vazhdojmë të jemi në këndin ton të kuzhinës. Ila po e çoj këto unë për sy. Mere, Nila, mere, se nuk është punë kjo. Deshu doj që me e se duro maman time të thot i vure flakën News 24. Përshëndesim mama që po na ndjekin, po shiko, këto na ndodhin dhe në shtëpitanit, mos themi që nuk ja hapim dyert dritare se na ngjit ndonjë gjë, na digjet ndonjë gjë. Fundja jemi live, kështu që mirë. Ajo që kemi bërë është të kemi postuar atë ndarjen që ne bëjmë nga pjesa e parë në pjesën e dytë të kuzhinës, kështu që ne fillim parim jemi bashkë. Po, ndërkohë ne do t'i bëjmë të dy këto edhe supën me perime, edhe qoftet me perime, do të vazhdojmë t'i bëjmë njëkohësisht, pra t'i përgatisim. Ndërkohë që do të bëjmë skuqen e perimeve dhe pastaj do t'i vendosim të vlojnë, pastaj do të merremi me pjesën e qofteve. Në fakt, do të bëjmë gjën e parë që do të bëjmë është do të hedhim pak vaj ulliri, se ky është sipas dëshirës në fakt. Unë kaq nuk po hedh më shumë. Dhe ndërkohë do të qërojmë qepën. Më falni për këto, por në do bëjmë tamam gatim si në shtëpi. Ne këtu, jo si në shtëpi, po më shumë se si në shtëpi, po na dalin gjërat. Nëse ke nevojë për... Se Nila thonë që gazetarët ose gazetaret nuk kanë mundësi për të gatuar në shtëpi. Por që në fakt, gazetarit janë anvisa shumë të mira. Dhe këtë e the me plot bindje. Do me thënë, këto lloj paragjykime shtike në tjerë, po thua? Po pa tjetër, sepse njerëzit e shohin një gazetar me një këndvështrim tjetër. Ndoshta sepse gazetaria dhe puna që ne bëjmë na imponon në farë mënyre të jemi në punë, në orare që jo gjithmonë kemi mundësi të gatuajmë apo të respektojmë të gjitha ato vaktet për veten tonë. Ama në shtëpi ka gjithmonë diçka gati për familjen. Patjetër, unë e griva pak trash, mund ta grinë si të duan, po e bëra kështu sepse ne do ta flugojmë pastaj të gjitha perimet për pasi të jenë të bukura të bukura, pasi të jenë skuqur, ne do t'i flugojmë, sepse shumë pak do t'i skuqim, sa por të marrin një shije, se gjithmonë skuqja ka një shije tjetër. Gatuan çdo ditë, Mila, ta kalojmë tiganin tek... Më ndihmo se unë nuk është... Po, ndaj, për çdo gjë edhe ti më pyet, sepse këtu... Gatuaj çdo ditë, sepse normalisht një familje vogël, bashorti dhe djali, më shumë jemi midis Vlorës dhe Tiranës, se tashmë e kemi thënë disa herë këtë gjë. Por që gatuaj shpesh, pse jo? Çfarë është traditë në familjen tënde? Po, gjyshja ime nga babai ndjes pas na ka mësuar shumë gjëra. Për herë të parë byrekun e ka mësuar prej saj, prej duarve të saj. Byrekun me lakrët në egër, ose spinaqin, ose labot, i but, themi ne, ose i egër, ne përdorim shumë jashtëzakonisht. Gjithmonë gjërat që kanë të bëjnë me tradicionalet. Gjyshja ime për shembull bënte diçka shumë të mirë që ishte shumë e shijshme që sot ndoshta edhe nuk aplikohet. Gjiza e skuqur me vezë për shembull, vezë fshati me gjizë dhe gjallë. Për dhe sa e mirë bëhet. Ose vezë fshati me pak niseshte. Dhe ajo merrte një trashje dhe ishte shumë e shijshme. Madje kur ktheheshim nga shkolla e shijonin pafund. Dhe recetat tona tradicionale këtë kanë edhe si sekret të vetin, se nuk është se kanë 7-8 përbërës në një recet, 2-3, por bëhen shumë të shijshme. Të mos harrojmë që gjyshet tona kanë pasur vështirësi në gatime, sepse nuk i kanë pasur kushtet që kemi ne sot, dhe janë munduar që gjithçka që kanë pasur në shtëpi ta sajojnë për fëmijët e tyre. Kështu që gjyshja ime herët e thoshte shpesh që për të ngrënë s'kemi vuajtur asnjëherë sepse kanë pasur, kanë qenë mirë, por sido që t'jetë ishte ai nocioni ose ajo ndjenja e kursimit. Po, patjetër. Shiko, ndoshta duhet quajtur edhe i të ekonomisurit të gjës, se ajo që ne bëjmë këtu në Villa 24, Nil shumë shpesh ka në fokus edhe xhepin. Pra ne përpiqemi që recetat tona ti kemi njësoj si ata në shtëpi, se vërtet ne këtu mund të fillojmë me krudo, me karkaleca, po ndërkohë gratë në shtëpi po gatuajnë njësoj si ne, po bëjnë atë gjella me ditës. Shija që ka gjella tradicionale nuk e ka asnjë shije në restorantet apo në ambientet ku ne mund të shkojmë të drekojmë me miq apo me familjen. Sepse shija që, nuk e di, që pëson ose transformohet tek gjella që gatuajmë në shtëpi është tjetër shije. Ndërkohë ne për të fituar nga koha kemi vendosur që të përfitojmë ujin e perimeve, kemi vendosur disa perime të ziejnë. Në fakt mund t'i konsumojnë ose mund t'a bëjnë supën me perime të ziera pa i skuqur, por gjithmonë ajo skuqja jep një tjetër shije dhe... Ndaj ti i kalon një herë në tigan, do më thënë. Dhe ne kemi bërë këtë për të përfituar edhe nga koha, sepse ato duan kohën e vetë, por gati 15 minuta duan që të ziejnë, dhe pastaj ajo hiqet, ftohet pak dhe do bëjmë atë flugimin. Pastaj është ajo tjetra që unë mendoj se kemi paksa si
familje, më sakt motra ime, e cila e bën shumë shpesh këtë supë, edhe në fund ajo bën atë thekjen e bukës, e nda në kubik të vegjël dhe... Kjo thekja e bukës na mori në qafë sot, në morim qafë. Mirë që kemi bukë ende, ta vendos në... Gjithsesi ne do fillojmë të bëjmë përgatisim përbërësit e qofteve me perime. Qoftet me perime janë, ne i përdorim shpesh në familje, sepse e para njërë nuk thithin, nuk marrin shumë vaj. E dyta është fakti që ato janë me perime, normalisht perime është gjithmonë diçka që rekomandohet, përdoret, sa më shpesh. Sa feta bukë të vendos? Vendos 2, më është mjaftueshëm. Po, 3. Vendosi 3. Për tek qoftet, apo? Për tek qoftet, vendosi 5 feta, sepse do na duhet të përdorim dhe për supën edhe për qoftet. Sepse buka e thekur tek qoftet presupozon që ta forcoj, ta bëj të lidhur atë dhe të thaj pak lëngjet. Ndërkohë, Nil më ndihmon pak me grirsen, që me njëherë të merremi me... Çfarë do bësh ti me grirsen? Po, do të vendosim të gjitha këto. Me grirsen e thash se doje atë frulluesin, se e kuptova që ishte herët për atë proces pune. Ndërkohë që ne këtë tenxherën, pastaj këto mund t'i marrim dhe ndërkohë mund t'i hedhim tek tenxheria tjetër e vlimit. Vendosi këtu brenda, edhe të ndihmoj unë. Domaten. Prizën e kemi të vendosur. Tani na falni pak se dhe hutohemi ne, se kemi pak emocione. Po se në shtëpi i jep drejtim tëk e tëk. Në shtëpi japim drejtim, i bëjmë shpejt e shpejt. Po, ki parasysh që kur shkojmë ndonjëherë tek shtëpia e prindërve, a kemi haruar gjërat se ku i kemi pasur. Edhe normalisht edhe gjërat e tua, nuk është thika që ti përdor, nuk është tigani që ti përdor, se ndikojnë edhe këto. Patjetër, të gjitha. Ja ta hedhim dhe do ta hedhim domaten këtu, se kjo është pjesë e supës. Do me thëmë, po gatuajmë paralelisht të dyja recetat. Kështu që këtu jemi tek supa, ndërkohë zashzavatet do t'i grim që t'i kemi për të bërë brumin e qofteve me perime. Recetat do t'i kemi pas pak në ekran për sëri. Edhe... Nil, faktikisht të supa me perime, speci i kush përdoret sepse kur e flugojmë, ajo merr një ngjyrë tjetër. Domethënë fillon të marrë atë ngjyrën e bukur. Pak si në të verdh, si një ngjyrë që... Dhe ne pastaj do t'i vendosim të gjitha në tenxhere. T'i vlojmë bashkë me të tjerat. Po i lëm dhe shumë pak. Në rregull. Për çfarë shquhesh ti në gatim? Ku është pika jote fort? Po tani të gjitha i bëj unë. Po për sheshin për shembull e bëj shumë mirë, për sheshin që ne i quajmë po, që ne i quajmë dolma, e gatuaj shumë mirë atë. Ashtu a? Pastiqen për shembull e bëj shumë mirë, byrekun e bëj shumë mirë. I hap vetët? Po, patjetër. Shiko, unë dje pas një video që ti kishe... Po, bërë përgatitje. Recetat e sotme, Nila i ka bërë një ditë përpara në shtëpi. Dhe ajo që vura re është që ti gatuaj njësoj si ne me mjellin Ola, për shumë dhe pas të video. Me atë gatuaj, po. Edhe me qënë se jemi këtu. Është shumë mirë, edhe nuk e ndëroj me asgjë tjetër, sepse faktikisht kam përdorur edhe mjell të tjerë dhe kam dal pak nga pritshmëritë e mia, sepse duke ditur cilësinë kam mësuar se si, domethënë sa duhet, si duhet. Po, plus që edhe cilësia realisht edhe në rastin se më kujtove nga byreqet, domethënë që kur përdor mjellin e duhur nuk lodhe shumë të hapësh shpejtët, se ato hapen me një herë vetë edhe bëhen të shkrifta edhe. Tani do presim dhe do fillojmë të bëjmë gati. Nil, mund ta fikim pak sobën që të çojmë. Cilën nga? Atë që po skuqim. Aman bukët, Nila, bukët. Të keqen se... Me kujdes se njërë na morëm sysh dhe shëndojgjën brënda. Na kanë bërë bukët sotme. Ta heq fare nga vatra? Po, ta heqesh nga vatra. Dhe ne do t'i hedhim tek mjafton se 3 thelpin hudhër, ndërkohë që ne do hedhim dhe pak thelpin hudhër aty. Kemi dhe të tjera në frigorifer nëse të duhe, no? Jo, është mjaftueshëm. Okej. Është mjaftueshëm kaq. Me qënë se ajo po thuaj se e hoqëm, po e bëjmë këtë, që ta marri pak... Të marri aromën. Marri pak aromën. Ndërkohë ne do i hedhim aty dhe do t'i lëm të vlojmë për 15 minuta. Gjithmonë kjo shikohet derisa zbutet patatja, pra e provoj me lugë ose me pirun që patatja e zbutur është squllur pak, se ndërkohë këto perimet e tjera pastaj mund t'i hedhim këto Nil. Po. Ndërkohë, tek supa me perime besoj, mund të zgjedhim çfarë kemi në shtëpi nga zashzavatet. Po, mund t'i përdorim faktikisht, unë e thash me këto ingredient për arsye sepse shia që përdorim ne, më pëlqen që të ketë këtë shije, po me gjitha të mund përdorim preshin ose prasin. Mund të përdorim nëse kemi, këtu kemi vënd dhe selino, kemi vendosur patëlxhan, ne i mbulojmë tani këto Nil, që këto të zjejmë për 15 minuta, dhe pasaj do t'i flugojmë, pasaj do bëjmë atë procedurën tjetër. Ndërkohë që tani do të bëjmë qoftet, përgatitën ose atë pjesën që do
skuqim të qofteve. Fillimisht i grim se i grim nga pak, që mos krijojmë atë... Të grim këto të parat? Po, do fillojmë të grim këto të parat. Ja, unë ndërkohë do të të fatoj të kujt. I do të grira të grira? Po, të imët. Sa ti kapi dora. Po. Ta shojmë njërë që kemi bërë? Kishim një tas që do t'i vendosnim. A i tasi qelqit të bëmë po? Qelqit, po. Edhe e kam vendosur dhe këtë se na duhet që të shtrydhim pastaj ato bashk qepër me gjithë kungullin se kanë tendencë të lëshojnë pak ujë dhe qofte. Nuk duhet ketë ujë sepse ne kur ta marrim duhet jetë sa më e ngurtë dhe sa më e kompakte. Që mos në qëlloset. Kash, janë të imta mjaftueshëm? Po, janë të imta mjaftueshëm. Ja, kash, ku jene? Kështo. Po. Ndërkohë që ne i bëjmë gati këto, e kemi mendjen të perimet dhe të buka, se mos harrojmë bukën. Se do bëjmë prapë si që bëjmë herën e kaluar. Po sa shpejt mori dhe ajo? Po, s'ka problem, mos e bëj të gjithën atë se do hedhim kungullin. Vazhdo. Ndërkohë që ne do bëjmë kungullin, mua do më duhet një kokër vezë. Ne përdorim këtu vezën o vital. Po, atë që përdorni ju. Kështu që në këtë paketimin që kemi të sipër, i kemi të dyja ngjyrat, edhe vezën e bardhë, edhe vezën e kuqe. Kështu që po të lëmë ty të zgjedhësh. Okej, do hedhim vezën e kuqe, ndërkohë Nil më ndihmo pak të lutem. Po, ti gri dhe këto? Po, ti grim dhe këto. Siç kemi folur për erëzat. Ndërkohë që ne mund t'i hedhim erëza, por zakonisht tek qoftet hudhra preferohet, se jep shije dhe majdanozi dhe kopera janë prap dy erëza që dëshirohen shumë. Ndërkohë që ti e grin atë, Ja, erdha. S'ka problem se unë do bëj gati këtë që ta çoj tek kjo kullese. Është një fet kungulli që s'më lë ta. Mund t'i heqim një liqë gjysmën edhe lëm vetëm gjysmën. E bëjmë 2 herë atë. Po pra do t'i shtoj nga pak rrugës, se nuk më lë të më mbyllet. Po gatojmë kështu, si në shtëpi, ama. Po, kështu gatojmë ne këtu. Pa ndonjë ndrojtje. Po jo, ç'ndrojtje. Edhe pse duhet kishim përparë se... E kemi aty nëse e do, po mendova që të fshim to spilat e tua. Ja, kjo bëhet kështu Nil. Mund ta bëjnë dhe me dorë njerëzit, do me thënë ata që gatuajnë në shtëpi mund ta bëjnë dhe me dorë. Po. Në natona ose mund ta bëjnë dhe me një jashmak të bardhë, bëjnë vetëm që të heqin ujin këtu, se ja kjo ka ujë dhe nuk është pastaj kompakte. Ndërkohë që unë do marrë një kup tjetër për të... Po, prit. Këto do t'ja hej, se nuk do. Hiqe se e bëjmë prapë, apo t'ja shtoj në fund. E bëjmë prapë. Edhe kungullin të duhet, vetëm më gjë një kup të vogël, ma sill që të... Një kup tjetër më të vogël se kjo. Kupi thua tasit? Tasit, po. Kupi them unë tasit. Si nga Vlora. Një kup tjetër? Po. Shikoje? Kjo kupa? Okej, në rregull që të hedh këtë, që kam shtrydhur. Ma lër aty. Na do gjy pak syt kjo. E qep? Por ja, ta grime dhe atë mos ta humbasim se është në masë. Si je me ekonominë? Je natyrë që kursen, që përpiqesh që mos thosh dëm asgjë, apo? Gjyshja ime ka qenë një dorëlëshuar, e cila në mëngjes kur gatuanim kulaç ose petulla tigani, ajo thoshte nëse ne jemi 3 veta ti do gatuash për 5 ose për 6. Po pse i thosha unë gjithmonë, sepse mund vi dikush, mund ta japësh dhe unë kam ecur me këtë, ndërsa tek familje bashortit, nga që ata kanë qenë më pak njerëz në familje, ne kemi qenë shumë, gjyshja, halla, mami, babi. Familje më e madhe. Ata ishin familje pak më e vogël edhe gatuanin, domethënë në enë të cilat ishin me masë shumë të vogël. Mirë po, unë vazhdova atë ritualin tim edhe nuk e ndryshoja dot. Vetëm ti vazhdo gatuan për më shumë se sa persona. Unë vazhdoj gatuaj për më shumë dhe kam këtë nocionin e zemrës madhe. Më pëlqen. Ndihem mirë kur... Më pëlqen. E shkon Ilsa ujë lëshojnë? Po. Pra, heqim këtë ujnë që të kryojmë atë masën. Tani ne mielin do t'ja hedhim, faktikisht ne kemi dhënë masën aty, po ajo shife dhe me sy masa, derisa krijohet ajo... Të marrë një tas tjetër për të bërë brumin e qofteve?
por ne mund ta përdorim këtu, do ta heqim të lëngun edhe do ta bëjmë këtu se ka hapësirë më të madhe. Në rregull. Ndërkohë që shohim një herë perimet Nil dhe bukën mos e harojmë. Unë do rri këtu tani. Mund ta fillesh edhe mund ta lëm brenda aty. Jo, ka filluar thjesht të ngrohet pak, se nga frika e djegjes e ulëm temperaturën më shumë se shduhet. Shohim pak recetat në ekran se i kemi parë. Ti rikujtojmë, po. Po, i rikujtojmë, se herën e parë i lexuam me shpejtësi, tani është momenti të shohim se çfarë Anila ka sjellë sot për Villa 24, ne po përgatisim një supë me perime dhe përbërësit janë këto, 3 karota, 3 kunguj, 3 patate, 1 qep e kuqe, në fakt duhet të ishte në recet, por ne kemi atë qepën e bardhë sot në studio, kjo për efekt ngjyre edhe megjithatë do na ndihmoj speci i kuq për t'ia dhënë këtë ngjyrën që Nila e ka me merak te supa pasi të grihen të gjitha zarzavatet. Do të na duhen 3-4 thelpinj hudhër, 1 domate, 600 ml lëng perimesh ose ujë i valuar, krip dhe piper sipas dëshirës tuaj, vaj i ullirit sigurisht, buka e thekur dhe djath parmigiano që është për servirje nga sipër. Që kemi aty. Tani bëm këtë përzierje. Shpejt e shpejt lexojmë edhe qoftet, ndërkohë po ti mund të vazhdosh të përziesh. Përbërësit janë këto 2 kunguj mesatar, pra rreth 400-500 gram, kemi 1 kokër vez o vital, 3-4 lugë gjelle me miell për çdo përdorim, mielin Ola nga kompania Atlas. 2 lugë gjelle djathi bardh, 1 thelpi hudhër e griri imët. Edhe kjo 2 lugë gjelle kopër ose majdanos, të gjitha këto grira e më pas është kripa dhe piperi i zi, sigurisht që piperi gjithmonë është një sipas dëshirës nëse doni apo jo t'ia shtoni, apo për t'i bërë pak më shumë pikante, lëvizi me sasin. Bukë e thekur e grir imët edhe vaj për skuqje. Ndërkohë që po hedhim këto dhe dua të ndihmën tënde për ta grirë edhe këtë. Dhe pastaj do të bëjmë mielin, vezën dhe djathin dhe bukën që do ta presim imët, prapë në grigjse dhe bukën. Ndërkohë që unë po hedh vezën, o vital. Okej, këto janë ngrirë, thjesht ndonjë bishti vogël. S'ka problem, se unë do ta përzijej dhe kështu që ajo do e humbasi atë. Nëse do t'ja largosh dhe të pengon. Jo, s'ka problem, do përdor këtë. Sepse në të njëjtin vend do të përgatitem. Kjo për shembull ka mbetur. Ne ka mbetur një çik. Ka problem, na ka mbetur pak kopër. Pa grirë, se nuk e ka kapur se është pak imët. Gjithsesi Nil, unë tani dua 2 feta bukë, mi sill. Ti marr ai sa janë bërë? Nëse janë thekur, mund t'i marrim. Nëse janë thekur, shiko, nuk kanë marrë ngjyrën nga sipër, por forcinë e kanë. Forcinë dua. Shikoje, është besoj lidhjen e bën. Po, shumë. Okej. Po i lë dhe pak. Kjo do grihet, do të hidhet këtu dhe do të bëhet me të njëjtën grirëse që ne grim dhe kungullin dhe qepën. A bën shumë enë në shtëpi kur gatuan? Po, bëj shumë. Kemi dhe një shprehjen e uobobo, sikur kemi bërë dasëm, themi. Po, kur mbridhet ajo kapica e në tani edhe me këtë do më ndihmosh pak, Nil. Patjetër, për çdo gjë të thash. Që ta grim tamam që duhet. Edhe ndërkohë unë po bëj përzierjen e vezës bashkë me qepën dhe kungullin, edhe erëzat që hodhëm, kopër dhe majdanos. Ndërkohë që do më duhet të hedh pak miell, do më ndihmosh patjetër. Ja, ta mbaroj dhe bukën dhe erdha tek ty me një herë. Se kopëra na ka mbetur pa grirë. Them se u kthyja në galet. Djathin e shtëpisë ne mund ta bëjmë edhe ta coptojmë me duar. Nuk ka nevojë ta grim në... Ja, po ta shikojmë Nil, shiko si u bë buka. Kjo do t'i japi asaj atë forcinë, masën e ngurë. Tani, mund të më ndihmosh me lugët? Po. Hedhim 3 lugë fillimisht. Po, mund ta hedhësh. Po. Dhe shohim vetë masën sa të ngurtësohet pak. Po. Ndërkohë që do të vendosim dhe tiganin me vaj. Ja, do duhet ta marr se 3. Prit pak, ta shofim, po mirë është, se do bëjmë dhe djathin, do hedhim dhe bukën dhe do ta forcoj, faleminderit, mjaftur shumë. Po e lëm këtu për momentin dhe nëse do të na duhet për ta bërë pak më të lidhur, ndërkohë unë po shkoj të marr tiganin. Po, që të bëjmë këtë skuqjen e. Ndërkohë do heqim edhe perime, do t'i shohim nëse janë. Po hedhim djathin të pari, pastaj po hedhim bukën. Në fakt, unë po e gri kështu, po gjithsesi,
po e gri pak shu. Ai do të përpunohet me lugën edhe normalisht do të coptohet. Po. Sa të mbaroj me djathin do laj pak duart. Sepse ky është ngjitës pak. Okej. Dhe ndërkohë të laj pak duart dhe thikën. Ti ta ndes ndërkohë tiganin ta bëjmë gati? Po, ndërkohë do t'i vendosësh pak vaj. Tamam sikur skuqim patatet, jo shumë vaj. Patatet e shtëpis flase. Po, shtëpis të shtëpis. Okej. Ndërkohë që do të vendos edhe bukën, po ja të coptoj djathi. Do ta miksoj me vaj ulliri apo do vetëm me vaj me Miksoje pak, po, miksoje se shije jep. Unë me vaj ulliri e bëj në shtëpi. Nëse na duhet më shumë shpresoj ti kemi bërë të shishme. Po këto janë shumë të thjeshta, Anil, këto mund të bëhen shumë, do me thënë, për ne që jemi një periudhë kohë të gjatë në punë, edhe në lëvizje nuk merr shumë kohë për ta përgatitur. Bëhet pak shpejt. Tani po hedhim dhe bukën. Mendoj se ka, shikoj tiganin, është okej? Okej, është okej. Supa, në fakt, është, sidomos tek familja e motrës time, këtë lloj supe e përdorin shumë dhe unë them drejtën prej tyre e kam mësuar. Vërtet? Se motra ime gatuan shumë dhe sidomos dallon për ëmbëlsirat. Por edhe vjera e saj është njeriu që më ka mësuar shumë gatime. Sa kënd që mësh kur kalohen kështu recetat familjare. Megjithatë unë... Se unë... ti sa herë gatuan, mendon edhe kush ta ka mësuar. Ka dhe një gjë të veçantë që unë në shtëpinë time, në bibliotekën time kam libra pa fund për kuzhinën. Dhe libra jo të bërë, do me thënë, si ta them, nga ana kompjuterike, por libra të bërë tradicionalisht, nga familja. Një libër për shumë së fundi që e kam marrë, ka qenë i një zonje vlonjate që e ka trashëguar të gjitha recetat nga gjyshja e vet. Nga sa të bukura janë këto. Dhe Lilianën e përshëndes në këtë rast. Kanë humbur shumë, po, kanë humbur. Bazë. Nila, kjo është pothuajse gati. Tani, ajo që na mungon është kripa dhe piperi, por ne do mundohemi t'i hedhim shumë pak krip sepse kemi hedhur djath. Edhe djathi ka krip, e vërtet. Po. Do t'i hedhim pak piper sepse po hedh me dorë, me duar, unë është pikë shumë gatuajmë, thjesht lajmë duart her pas here. Dhe pak fare krip sepse kemi djathin, dhe djathi ishte i kripur. Kështu që ne do t'i bëjmë gati për t'i skuqur tani. Ndërkohë që do shohim dhe perimet, vetëm do provojmë nëse është nxehur pak vaj. Si e teston vajin ti? Po do t'i hedhim pak nga kjo. Ta shohim nëse ajo bën atë zhurmën e skuqjes. Do thotë që ajo është bërë gati. Pjesa është gjithmonë testi. Po. Këto nuk na duan më. Ja. Do t'i hedh edhe pak piper. Se qoftë gjithmonë janë. Nila, si janë në familjen tënde me tekat e ushqimit, të duhet të gatuash një pjatë për... Jo, bashorti dhe djali hanë çdo lloj gjelle. Nuk janë tipa, nuk janë tipa që bëjnë kështu rezistencë. Por që çdo lloj ushqimi e hanë. Tipa që ne mund ta provojmë pak. Po, ne provojmë pak për të parë. Jo, do edhe pak. Ndërkohë që kjo do edhe pak të nxehtë, ne po shohim pak nëse kanë nxjerr perimet tamam siç duhet. Dhe ne mund t'i provojmë këto Nil me një pirun që unë e kam këtu. Po e shoh një herë. Nëse patatja është zbutur, po. Ato janë gati. Mund t'i spostoj kështu dhe ndërkohë ju mund t'a fikni pianurën. Sepse do t'i lëmë vetëm pak të ftohtë dhe pastaj do t'i flugojmë. Pastaj do bëjmë procedurën tjetër. Në rregull. Atëherë, po që kemi bërë shumë rëmuj këtu. Kemi bërë shumë rëmuj, po do na mirë kuptojnë sot. Po, thua, mos po thonë dy zonja këtu edhe njëra më... Kjo me miell, ishte kështu që unë mund t'a përdor për hedhjen e... Se duam pak formë. Atëherë, unë po sistemoj pak të ndërkohë. Po që... Nila, mos më thoj që jam rëmuj gjesha në kuzhinë. Me thënë drejtë, Nila, ke bërë pak rëmuj? Kam bërë. Po, ti parasysh është era parë, po të vi për herë dytë. Jo, ka dhe një gjë. Ka nga ata që kur gatuajnë për shembull i grinë perimet përpara dhe i lënë kështu bukur, ndërsa ti i bëre të gjitha live, kështu që këtu kemi dhe mbetjet e zarzavatë. Dhe mund të kemi harruar ndonjë gjë se
Ta shi emocionet bëjnë vetën. Ashtu, a. Vërtet jemi në ekran, po problemi qëndron që çdo dalje jona në ekran ka emocionin e vet. Patjetër, pastaj në kuzhinë nuk është njësoj, unë e thashë në fillim, e kam Pastaj provuar edhe vetë të gatuaj dhe një nuk është artë më njësoj. vete dhe duhet t'je shumë... Ndërkohë Nile mund t'i marrim kështu këto. Me lugë, lug. Por gjithmonë ne nuk do t'i heqim derisa ato të marrin skuqje nga poshtë, dhe hapet kështu që mos krijoj atë masën brenda edhe të mbetet e papjekur. Mos do ta lëm edhe pak vaj? Po e lëm edhe pak. Ndërkohë unë po e përzij se sa më mirë ta përzijej, aq më mirë bëhet. Po me ëmbëlsirat i vetë, si e ke raporti në gatim? Nuk është se i kam shumë qejf, ëmbëlsirat nuk është se i përdor. Nuk i gatua, no? Apo nuk i Jo, konsumon? gatuaj. Këto tradicionalet, panaspan, kekun, shëndetlien, baklavan, këto janë tradicionalet tonat që bëjmë. Shëndetlien e bëjmë gjithmonë, në 2 lloj formash. Mami ma ka mësuar shëndetlien, e bëjmë edhe si brumi ngjeshur, i themi ne, ose i zën kështu me duar, edhe si rrahje, si kek. Si brum keku, Pastaj jedhim shërbetin, pastaj ato gjërat e tjera. Po bëhet shumë e shishme, por nuk bëjmë shumë shpesh sepse abuzojmë pastaj. Derisa të mbaroj aty të rimendja, si puna baklavas. Po, tani do fillojmë të hedhim, tani fillojmë të hedhim, se duhet në fakt të mendojmë edhe faktin që kemi 10 minuta. Dhe ndërkohë ne do bëjmë gati një pjatë dhe do ta shtrojmë disa peceta të kuzhinës që të bëjmë atë thithjen e vajit, mos të... Ja, me njëherë, këtë gjë e bëj unë. Dhe do presim të skuqen fort, se duhet marrin një pamje krokante. Unë faktikisht bukën e thekur e gri dhe vendos brenda, por dikush tjetër mund ta bëjë edhe ta mbaj në pjatë, ndërkohë e hedh sipër kësaj dhe vendos për sipër masës dhe vendos për të pjekur, sepse ajo krijon atë krokanten që e dëshirojmë shumë ne. Po, edhe ashtu, ose... Por unë e vendos brenda sepse e jep atë efektin e ngurtësisë. Por gatimet janë të ndryshme faktikisht dhe ndonjëherë njerëzit ose anvisat, o nëna tona, mos flasim për anvisat, dalin nga ajo zona e përmbajtjeve të ingredientëve, sepse hedhin gjëra që... Dhe po ta vësh re, për shumë të njëjtë recetë, që mund të jetë tradicionale edhe njihet në zona të ndryshme, po të pyes 5 zonja për shumë, se cila do thotë unë e bëj kështu, domethënë e bëj këtë proces, por ishte edhe këtë ose i heq tek këtë. Mund të vendosësh edhe gjëra të tjera, çfarë të kesh tani, nuk po them diçka që ti ndryshoj shijen, se pastaj ajo fillon edhe merr një lloj tjetër shije, po patatja dhe speci kuq dhe karota ti japin atë ngjyrën e këndshme, shumë bukur. Domethënë ti i kombinon edhe me... I qëndroj asaj shije, sepse kjo është si preferencë, varet çfarë preferencë ke. Ndërkohë Nil, ne mund ta bëjmë flugimin e supës, po, do ta bëjmë, thjesht do duhet të bësh diçka. Ta afrojmë këtu, sepse është goxha i madh ky fylatori, që kemi merrem unë me të, se janë këto pajisjet e shtëpisë. Se janë këto që nuk i përdor dot. Që duhet i përdori e zonja. Pastaj kripën do t'ja hedhim në fund, sepse do t'a provojmë. Ka do hedhësh në fund? Kripën. Pasi të bëhet masa... Mund t'i zim pa krip ato? Po, unë i zim pa krip. Dhe kripën ja hedh në fund, sepse kur ta bëjmë gati, përveç bukës, ne do hedhim dhe djath parmigiano, dhe ajo ka pastaj atë... E kemi të mirë drekën sot, a mendosh, mirë jemi. Mirë, ti skuq ato, unë po gri. Po, ne do t'i shohim derisa të marrin ngjyrë tamam. Nuk do t'i lëvizim. Tani unë do bëj pak zhurmë, po, Nila? Kujdesu ti tani për publikun? Kujdesem unë për publikun. Megjithatë, duhet patjetër sepse supa flugohet edhe. Bëhet ajo pelte. Ndërkohë që unë po pres bukën. Nila, ne mund ta fikim pak sobën, se do t'i djegim bukët prap. Fikim sobën se do djegim bukët. Sa ta mbarosh? Bëhen si petullat vogla.
Kjo ka mjaftu shumë krip. Edhe mund të përzijem Më shumë, shikojem pak një moment, lutem, më falë se të shkëputa. Ta vazhdoj? Edhe pak. Edhe pak fare, se shko sa mirë shu bë. Edhe ngjyra. Ngjyra e kuqe që kishe me merak, po. Duke që është e këndë shumë. Mjafton, po janë ngrirë të gjitha. Nuk shot copa, jo, shumë mirë. Shumë mirë, faleminderit Nila që më ndihmove. Si Adilja do të patu të them drejtën. Po të thashun. Se kur nuk di edhe gjërat, vetëm mundohu ta fikësh pak sobën të lutem. Furën. Furën, po. Se mos e djegi. Jo për gjë, po do bëhemi prapë me ty me... Nila, nuk bëhet kjo punë. Se? Do e bëjmë pa bukë edhe pikë. Kaq. Prapë? Kaq. Nuk bëhet. Kaq. Nuk është e thënë. Nuk e di pse në... Dhe të mendosh që Nila të grimi ka shtash. Shiko, se kjo stupa me perime një pjesë e mirë njerëzve din ta bëjnë, e grinë, e fërlojnë e tjere tjere. Po, një të veçantë që unë kam është buka e thekur. Po, s'ka problem, në qofë se ajo nuk është nëzira i sa nuk duhet, ne mund të përdorim, se sa më e krokante tjetër. Mirë, një luk që të shokë super. Më pëlqen mënyra jote për ta kamufluar gjë, po jo. Mirë, një luk edhe unë do vejtë kripë. O, zoti ma. Sot kemi qenë shumë mirë. Po, që na bërë? Që na bërë, më Nila, që na bërë? Jo, po. Ose është efekti 2 Nila bashkë? Po, 2 Nila? Po, shika, kjo do thotë që ti do të vishde një herë tjetër këtu. Një luk. Do bësh një recet. Po ta sill bukën nga shtëpia të pjekur. Fiks, po dhe unë, ne kishim alternativa pa fund, mund ta kishim marrë një bukë të... Shiko tani sa e mirë që është bërë, shife. Çfarë mase ka, dhe ne do t'i hedhim, unë kam problem të nxehtën, po do t'i hedhim pak krip, që mos ta teprojmë, sepse do i hedhim djathin. S'ka problem, i hedhim djathin, por gjithsesi, më sill një, se ajo është gja krokante, buka që më tregove, qese në bukës, më sill. Më duket se nuk ka më. S'ka më? S'ka problem, po s'ka më. Po normal se 3 herë që e vendosëm në furnë, tani, ku buka? S'ka problem. Në duket se na bëre prap me ty. Una? Jo unë. Këto po shkojnë shumë mirë, ja, do t'i presim dhe pak Nil, se ne kemi lënë pak me nxehtësi të imët këto, jo të fort. Po do t'ja ngrëm pak se duan të bëhen krokante, në qofë se ka më shumë se kaq. Është në fund, apo jo? Oke, tani e kemi në fund. Oke. Ndërkohë që ne mund t'a bëjmë gati supën t'a servirim. Edhe djathin. Po. Kemi... Si e quani ju në guzhinë këtë? Garuzhde? Garuzhde, po. Si e quani ju? Ka ndonjë... Ndalë se është bërë. Jo, garuzhde. Kështu e quani dhe në. Po ka ca fjalë që labria i përdor ndryshe, për shembull. Ja, shiko sa ngjyrë të bukur ka marrë. Tani mos marr mësysh supën që kam bërë vetë. Aman, të keqen boll sot. Sot mjafton. Ne mund të hedhim sa të duam, në shtëpi ne gjithmonë abuzojmë çik me supën. Okej. Djathin e kemi gati. Ne mund t'i vendosim si të duam pak majdanos. Edhe po, ti shtoje edhe djathin. Djathin dhe bukën, ajo është e veçanta e supës, por gjithsesi s'ka problem, nuk po të bëjt ndjerë siklet, se bashkë e dojgjëm. Është djathi parmigiano. Dhe supën e kemi gati. Dhe të lumshin duar pritani, të sistemojmë pak, të heqim gjërat që nuk na duhen. Dhe të shohim sa... Ta vendosim këtu në qëndër. Dhe ndërkohë ne mund të bëjmë gati dhe këto, t'i heqim. Ne shofim nëse janë bërë brenda. Po këto duhen pak të buta, se ki parasysh kungull është edhe vetë si perime është e butë edhe ishte edhe freskët në fakt. Okej. Mirë, jemi në fund fare, kështu që supën po e vendosim këtu në qëndër. Në supë e shishme me perime, unë do e kisha qef edhe me pak piper të zi kështu. Po, mund të edhe si pas dëshirës. Edhe unë e përdor shumë piperin. Ne mund t'i servirim qoftet me pak salcë kosi në mes, ose krem djathi, si të doni, si të dëshironi, për e qëfar salcë e dëshironi.
Ndërkohë po i lë dhe pak ato, po të shikoshja e kanë marrë ngjyrën. Po. Ndërkohë po hedh të tjerat. Po, ne vazhdojmë i skuqim edhe pse do shkojmë për pak në publicitet. Po, brumi nuk dhe qojmë të... Nila, ta provoj një të votë? Po, ta provosh edhe vetëm janë pak të nxehta tani, po. Provoje, edhe të bëf mirë. Shumë të mira janë bërë. Janë bërë të shishme, apo po më bën qefi? Jo, janë bërë të mira, shumë të shishme. E kanë atë shihen se djathja jep shumë. Me qep, me hudra, me djath, me çaj bën tjetër në këtë? Miell, vezën, mielli, e ke recetën 3 lugë miell, varet se faktikisht do ta shohësh nga masa që të ngurtësohet, po, të ngjeshet mirë. Djathin sipas dëshirës të bardhë, sigurisht, dhe pak të kripur, ndoshta pak më pak të kripur. Djathin, gjitha perimet që ne i bëm publicitet. Të lumshinduar. Ne jemi në kohën për ta mbyllur tani. Unë të falenderoj që ishe me ne në studio, do vazhdojmë të ta gatuajmë edhe gjatë shkëputjes. Të uroj punë të mbarë, sukses e kudo. Faleminderit, ishte kënaqësi për mua sot dhe një mëngjes shumë i veçantë. Faleminderit shumë që ishe këtu. Shkojmë në publicitet.